1-1. Lidhem drejt për së drejti me gazetarin Isa Halili për t'i komentuar rezultatet dhe paraqitjet e kombëtarëve deri në këtë fazë. Isa, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit Luftesa. Dua ta nis me kombëtarin e Zvicrës, padyshim, duke e cilësuar kështu si një sfidë në cilën helvetët duket se reflektuan pas barazimit 1-1 ndaj Katarit dhe me Xhakën, i cili ishte dhe protagonist me një gol. Si e pe këtë ndeshje dhe si t'u duk? Ndërkohë, më mirë, kjo ishte një tronditje e bukur që i ndodhi Zvicrës fakt në takimin e parë, sepse ai barazim në fund me Katarin u shokuan helvetët, megjithatë shërbeu shumë për skuadrën e Atikin që fiton në rezultatin 4-1 kundër skuadrës së Bosnjës dhe si për treguar që tashmë ata janë aty dhe është një botror ku do të presim një Zvicër interesante sepse ka futbollistë që luajnë në kampionatet më elitare të Europës. Udhëhiqen nga Granit Xhaka që jo vetëm ka numrin 10 pas shpinës, por është ai futbollisti që nis aksionet të rrezikshme të kësaj skuadre, është ai lideri pa diskutueshëm tashmë me eksperiencë që ka mbi sype, e bën këtë skuadër kompetitive, një ekip që duhet të thënë ndonse pati ndeshje shumë vështirë sepse Bosnia e Hercegovinës ka element shumë të rëndësishëm, mund të jetë ajo me nga një kapiten siç është Edin Dzeko, megjithatë në fushën e lojës bën diferencë kualitetet që skuadra e Zvicrës patën në partën e fundit ku Embolo apo veritari ardhur nga Stoli si Vargas bën diferencën për të dhënë 3 pikë shumë të rëndësishme, duke ditur që formati i këtij botrorit edhe vëndet e treta, 8 vëndet e treta të grupeve ja dalin të kalojnë në tjetër. Besoj që me 4 pikë Zvicra do të jetë në fazën e eliminim direkte, megjithatë ka dhe një ndeshje tjetër në grup, është e gjithë e hapur aq më tepër në një botror ku gjithçka është e paparashikueshme, do duhet të japësh maksimumin deri në frymën e fundit për të marrë ato rezultate që kërkon. Absolutisht, dhe me kundërshtar Kanadan që ka 4 pikë, pra Zvicra 4, Bosnia po ashtu ka 1 me Katarin 1. Pra, këtë shikoni nga këta ekipe që sigurojnë kualifikimin në fazën tjetër dhe cili nga ekipet ngec? Shikoni, mendoj që Kanadaja me atë që tregoi dje, edhe për vetë faktin që Katari ishte tye me kartonin e kuq, fitoi me shifra 6-0, David lojtari Juventusit në majën e sumit shënoi një hat-trick duke barazuar Messi me numrin e golave, një Kanada impresionuese, pak duhet të një Kanada që tashmë mund të themi që ekipet organizatore, pra si Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kanadaja kanë bërë mjaft mirë, por edhe Meksika me atë fitore 1-0, nëse mund ta themi kështu, ajo fitore e Meksikës edhe dhe si një dhuratë e Koreas me atë gabimin që bën aty dhe Moro përfitoi për të shënuar golin që pati vlerën e 3 pikëve. Mendoj që tashmë janë futur deri diku po themi në këtë grup në holli dy ekipe që janë favorita të paktën në letër, por respektojnë parashikimet sepse si Zvicra dhe Kanadaja janë dy skuadra të cilat kanë element shumë të rëndësishëm aty dhe do të bëjnë mirë, do të jenë dy kombëtare interesante edhe në fazën e eliminim direkt për çdo kundërshtar, sepse duhet të themi një gjë që ky botror por edhe botrori 2022 nëse kthehemi 4 vite pas katërkuarit, pastaj që nuk ka më ato diferencë e frikshme që kanë pasur kombëtarët me njëra tjetrën. Mjafton përmendur që kemi gjetur ka barazuar me Spanjën, Maroku, e gjithë respekti barazuar me Brazilin, pra edhe ekipet e mëdha kanë hasur më shësitë e veta. Duhet të thonë që duhet bën maksimumi në çdo moment, në çdo episod për të marrë ato që do të marrësh, ndryshe pastaj bëhet e komplikuar për çdo lloj kombëtarie pavarësisht kualiteteve që ajo disponon. Ndërkohë Meksikën mund ta quajmë deri në këtë fazë si surprizë të këtij botrori apo shumë herët për ta cilësuar këtë kombëtar? Shikoni, ka përfituar Meksika edhe nga gabimet e kundërshtarëve, një Meksikë e cila ka të dëshirën tamam skuadra tipike amerikano, po themi edhe se është në qendër amerikano latine më tepër, ajo skuadra agresive, ajo skuadra e cila ka ato futbollistët që në çdo top, në çdo ndërhyrje që bëjnë me sikur luajnë për është ndeshja e tyre e fundit dhe ndonjëherë ky optimizmi i madh që ata kanë sigurisht edhe të suportuar nga tifozë shumë në shkallën e stadiumit që është element shumë i rëndësishëm, më kot ato quhen lojtari 12, e ka bërë këtë skuadër mos paku simpatike. Megjithatë, kam përshtypjen që kjo është faza ku të gjithë tregojnë muskujt. Është një fazë ku çdo skuadër tregon ato, po themi, aspirata që kanë. Megjithatë, faza me levim direkt është ajo që i skanon gjitha ekipet, aty ku gabimet janë të pafalshme dhe gjithkusht pastaj do marrë atë që meriton. Meqense jemi te grupi i Meksikës, Meksikë, Korea e Jugut, Republika Çeke dhe Afrika e Jugut. Kë shikoni favorit dhe kë besoni që eliminohet? Mendoj që një gabim fatal ai i Çekisë që barazoi, një barazim që do t'i kushtoj shumë, tashmë i duhet që të fitojnë takimin e fundit atë të tretë, do ta ketë shumë vështirë në fakt për hir vërtetës dhe mbetet në fakt për hir vërtetës për të parë se çfarë do ndodh me skuadrën çeke që në fakt pjesa e madhe e lojtarëve luajnë në Premier League, një skuadër që ka agresivitet fizik, por që nuk ka arritur dot ta bëjë një gjë të tillë. Kujtoni takimin e parë, edhe pse ishte në avantazh kundër Koreas, u përmbys
nga aziatikët, ndërkohë edhe pse zhbllokoi sfidën që minutën e 6 me Helminik, u barazua nga një penalti në minutën e 90 dhe një farë mënyrë tashmë i ka kompromentuar ndjeshëm fallat e saj, megjithatë nuk është për dorëzuar sepse Çekia i ka kualitetet në skuadër dhe nuk është çudi që takimin e tretë ta fitojë dhe pse jo të kalojë edhe si grupi në klubin e saj. Okej, ndërkohë për të huajtur në fakt e grupit C, po i marr paksa me radhë, sigurisht shkurtimisht, se nuk është se do na mbetet koha për një analizë shumë të thellë, por grupi C, Skocia, Maroku, Brazili dhe Haiti do të jenë dhe sfida të rëndësishme që do të luajnë në fakt për këto ekipe. Unë po ndalem pak te Brazili, Isa, nëse më lejon, ndoshta si një ekip që ka dhe shumë tifoz në vendin tonë, por edhe në botë, për shkak edhe të kupave dhe atyre se çfarë ka treguar në fushën e lojës. Nuk i falet më Brazilit apo jo, besoj të bëj një barazim siç ishte sfida me Marokun dhe tashmë do duhet të tregoj besoj pak më shumë veten. Ajo që duhet thënë është fakti që Brazili me Marokun mendoj që i vodhi një pikë Marokut, për ato që e prodhoi fushën e lojës, sepse Maroku lueti më mirë se mos në pjesën e parë. Nuk është ky Brazili që prisnim, nuk është ky Brazili Carlo Ancelotit, një strategu që ka në sto një trajner fitues, një Brazil që ka emra, por më duhet të them që ndonjëherë të trembin emrat, por performanca e tyre nëse i referohesh sezoneve të fundit janë në rënje, nuk është më ai Casemiro që ne njohim, nuk është më ai Fabinho që ne njohim, për te i faktit që ka element të rëndësishëm, por nuk kemi patur atë kimin e dur, harmonizimin që duhet të ketë në majën e sulmit. Thiago, një lojtar që ka luajtur shumë mirë tek Brentfordi, por që nuk po i tregon tek Brazili, ka Cunha. Pra Brazili, ne jemi mësuar që shikojmë aty fenomenin Ronaldo, jemi mësuar aty të shikojmë lojtarë si Adrian, lojtar që kanë bërë historinë e futbollit botror si Romario, si Pelé që kanë qenë gladiatorë, ndërkohë dhe futbollistë që shënonin shumë. Brazili tashmë vuan për një nënsh. Brazili luan nga krahët, ka patur emra të jashtëzakonshëm, ani la kujtojmë lojtarë si Marcos Cafu, si Roberto Carlos, ndërkohë që Brazili luan me Douglas Costa, një futbollist që vjen nga kampionati rus me Zenitin. Brazili vuan nga krahët, aty ku ka qenë asfiksues për jeshtë vërtetës. Ndaj që duhet parë ky Brazil, kam përshtypjen sfida me Haitin një farë mënyrë i vjen një moment të rëndësishëm që skuadra të rikthehet tek fitoria dhe për të hedhur poshtë edhe ato, po themi, kritikat e marrë si në mediat vendase, por dhe jo vetëm, sepse pritet shumë nga Brazili, janë ata rekordmenët e këtij kompeticioni. Është vetja kombëtare që nuk ka munguar në asnjë botror nga viti 1930 deri tek ky soti, pra botrori i 23 asnjëherë nuk ka munguar Brazili, ka shkuar të paktën gjithmonë ka kaluar grupin, janë ata rekordmenët, janë ata skuadra që me golet e tyre duhet kalojë dhe Gjermania që i kaloi tashmë, sepse Gjermania kaloi me 241 gole pa kaloi Brazilin për nga numri i shënuar, kështu që ky Brazil është i gjithi për tu parë, sepse me atë që tregoi me Marokun, me gjithë respektin sepse Maroku është një skuadër, jo më kote janë ata kampionët e Afrikës, një skuadër që ka element shumë të rëndësishëm në gjirin e saj, për me lojtarë si Hakimi, lojtarë si Baduai apo Brahim Diaz, për atë, pavarësisht gjithçkaje, Brazili ndërtohet gjithmonë për të shkuar komisionin deri në fund dhe mendoj tashmë që pas 24 vitesh ka ardhur momenti që ata me një trajner si Carlo Ancelotti, pse jo të rikthehen në majën e botës, ose botori i fundit që kanë fituar ishte ai i Koreas së Jugut dhe Japonisë në vitin 2002, ku kishte emra të jashtëzakonshëm atë Ronaldinho, Ronaldo si fenomeni braziliani, apo për të mos harruar Rivaldo apo një sër futbollist tjerë të shkëlqyer. Kështu që Brazili Haiti do të duhet në orën 2:30 në orën tonë të mëngjesit ditën e nesërme, është një ndeshje që kam përshtypjen se shiu dhe shqiptarët e duan shumë Brazilin dhe të jenë të shumë ata që do të kenë interesin për ta parë Seleção. Po, dhe tek e njëjti grup kemi edhe përballjen tjetër Marok-Skoci. Skocia aktualisht kryeson grupin, por për Marokun po më thoje që është në formë të mirë, apo jo? Duket se do kemi konkurrencë në këtë grup. Patjetër. Shikon, do të ketë konkurrencë sepse janë dy ekipe të cilët nuk kanë diferenca me njëra tjetrën, është një Skoci që dihet për nga performanca që ka një skuadër agresive në aspektin fizik, kundërkundër një Maroku që është elastik si skuadër, është shumë e shpejtë. Lojtarë si Hakimi aty që bën gjithmonë diferencën, mbrojtësi i djathtë më i mirë në botë, por nuk është vetëm ai. Pra, mënyra se si kjo skuadër luan gjithë në grup, aty nuk ka lider, luan Saibari që është transferuar tek skuadra e Bayern Munich, sulmuesi që do shkojë në Brazilin, Brahim Diaz luan për tek Real Madridit, ka një sër futbollistës të cilët gjithë futbollistë që sot luajnë me Marokun janë lojtarë që kanë qenë pjesë e ekipeve zinxhire të Francës. Kjo si për treguar nivelin e tyre dhe jo më kot janë në majën e futbollit afrikan. Kështu që do të jetë një ndeshje e fortë. Mendoj që Maroku është pak më jam atazhuar për nga lojtarët që kanë dispozicion, megjithatë Skocia është një skuadër shumë kompakte, një skuadër që është shumë e fortë në goditje standarde dhe është një ndeshje gjitha për të parë dhe të shijuar. Patjetër, duke ndalur pak tek grupi i Gjermanisë, nuk e di si e komentoni, ka kundërshtarë më të lehtë apo kështu duken Gjermania me bregun e fildisht, Ekuadori dhe Curaçao. Deri tani kombëtarët që ka shënuar dhe më shumë gola në një ndeshje. Patjetër.
Patjetër. Me Curaçao, po ajo ndishte 7-1. Shiko, gjermanët janë dhe pak të mërzitur me atë fitore, sepse për gjithë ata që na ndjekin, u rikujtoj që në 2002 kur në takimin hapës mundën skuadrën e Arabisë Saudite me rezultatin 8-0, Gjermania shkoi deri në finale, por pa mundur dot fitonte sepse u poshtë nga Brazili me dy golat e fenomenit Ronaldo. Një farë mënyrë filloi me 7-1, një Gjermani fakt e re, një Gjermani pa lider në skuadër, por një skuadër që ka shumë uri dhe drejtohet nga një trajner që tashmë si Nagelsmann, që është më i riu i këtij turneu, por që do të provojë që gjermanët janë gjerman, është një shprehje që luan 22 futbollistë në fund fitojnë gjermanët. Megjithatë, ka një grup të lehtë, mendoj që do ta shfrytëzoj këtë faktor për të shënuar gola, për të dhuruar dhe ajo spektakël, por që më besoni skuadra e Bregut Filbisht, një ekip shumë simpatik, pjesa më e madhe e lojtarëve luajnë në kampionatet lojtare të Europës dhe kjo bën këtë skuadër shumë interesante. Më besoni, unë jam i bindur që do të vuajë Gjermania kundër skuadrës së Bregut Filbisht. Tani nuk është çudi që fitojnë skuadra e Gjermanisë, por edhe Bregu Filbisht nuk është surprizë nëse arrin të rrëmbejë një rezultat pozitiv kundër 4 herë kampionëve të botës. Kështu që në një farë mënyre ky grup ka përshtypjen do të dahet mes vendit të parë dhe vendit të dytë mes këtyre dy kombëtarëve, sepse natyrisht e kuptohet Gjermania është super favorite. Ajo se çfarë ndoshta ju ka bërë përshtypje dhe shumë fansave të Ronaldos ishte paraqitja e Portugalisë, por edhe fakti që vetë sportisti nuk arriti dot të shënonte ose të godiste qoftë një herë Porton. Atëherë Portugalinë kemi në grup me Kolumbinë që kryeson, Republikën Demokratike të Kongos që vjen e dyta me 1 pikë, Portugalia 1 pikë dhe Uzbekistani ka 0 pikë. Si të duket ky grup dhe çfarë mësime do nxjerr Portugalia, apo beson që e ka marrë pak më shtruar dhe do t'rregoj veten në dy sfida që i kanë bërë? Jo, unë mendoj që jo se ka marrë më shtruar Portugalia, gabimi më i madh që do të kuptojë trajneri Martinez është fakti që do duhet të heq nga formacioni Cristiano Ronaldo. Si në çdo fushë tjetër, Sanila, çdo futbollist zon njëri ka limitet e veta, është 41 vjeç, i ka mbushur që me 5 shkurt të këtij viti, kështu që nuk është Messi. Messi vjen nga një planet tjetër, këtë e them jo modestisht, sepse ai është jo vetëm se e dashuron këtë lojë, jo vetëm se ka të dëshirën, po ditë bëj maksimumin dhe është më i gjallë fushën lojës për të bërë një lloj krahasimi. Tek Portugalia ka një problem. Të gjithë luajnë për Ronaldo dhe Ronaldo nuk është në formën e vet më të mirë. Nëse kthehemi 4 vite më pas, të njëjtën performancë pati edhe në botrorin e Katarit ku kjo skuadër ka dështuar, por duhet të thonë një fakt tjetër. Për mua, të paktën që kam parë, por edhe shumë dokumentarë që kam parë gjatë asaj periudhe të gjithë historisë së Portugalisë, nuk kam dyshime që kjo është Portugalia më i fortë që ka patur historia. Është klub si madh, kesh futbollist si Diaz në prapavi, lojtarë si Mendes nga krahët bashkë me Cancelon që janë nga më të mirët në botë për vite me radhë dhe ka mesushën në gjykimin tim më të fortë në botë. Pra, me dy futbollistë që kanë fituar dy UEFA Champions League me skuadrën e Paris Saint-Germain, si Neves dhe Vitinha, pa harruar dhe Bruno Fernandes dhe Bernardo Silva që janë lojtarë të jashtëzakonshëm, aty janë dhe Neto, aty është dhe lojtarë si Rafael Leao, por është një Ronaldo që don. Një Ronaldo që duhet të reflektojë me veten e tij, në qoftë se nuk do të ketë një pikë referimi kjo skuadër do të bëhet e frikshme dhe ka shanse, pse jo, për të shkuar në çatinë e botës për të shpallur kampione. Nëse do të besojnë dhe do të mendojnë që Ronaldo do të zgjidhë këtë Portugali me këtë formë fizike që ka Ronaldo, këtu do ka gabuar rënd dhe nuk do të jetë, po themi, e largët dita që mund të eliminohet që në takimet e para në takimet që janë me eliminim direkt. Një farë mënyre Portugalia, unë nuk them se ka dështuar me skuadrën e Kongos, sepse Kongo ka lojtar cilësor, ndoshta është një emër po themi i vogël, po nëse shikon dhe është për herë të dytë mas 52 vitesh u rikthye në Kupën e Botës, por kur shikon organikën e kësaj skuadre, janë lojtarë që luajnë kryesisht në La Liga, në Premier League, lojtarë që luajnë në Ligue 1 në Francë, kështu që ai Brazil 1-1, po të referosh dhe shikon pjesën e dytë, Portugalia dhe mund ta humbiste, sepse atë goditën shtyllën dhe traversën, pa dhënë shanse të arta, por i mbajti lojë portieri. Kështu që në farë mënyre takimi i parë mund të jetë një reflektim për këtë skuadër dhe Portugalia i ka të gjitha kualitetet që me pak ndryshime, sidomos në vendosje, mund të bëjë rezultate historike, pse jo të fitojë edhe trofeun për herë të parë në historinë e saj. Po, ndërkohë me qenë se ishim dhe tek Argentina, e shikoni kampionën fuqi në fakt të Kupës së Botës, e shikoni një ndër pretendentet për titull sërish dhe këtë sezon apo prapë ndërës? Pa më të vogël dyshim. Unë mendoj që kjo Argentinë është më e fortë se e 4 vite më parë kur fitoi, sepse tashmë Martinez është më i konfirmuar portieri i saj. Tashmë ka lojtarë aty si McAllister që ka 2 sezona që po bën mjaft mirë tek skuadra e Liverpoolit, po ashtu janë më të pjekur,
lojtarë si Julian Alvarez apo Lautaro Martinez, sikurse është edhe Messi që kanë formën e vet pavarësisht se vitet të kalojnë, ajo është si vera që sa më shumë kalojnë vitet aq më i mirë bëhet, aq më rëndësishëm është për këtë skuadrë. Argentina ka alternativa pafund dhe ajo që bën këtë Argjentinë shumë të fortë është fakti që ka një trajner si Scaloni që nuk merret me mediat, nuk merret me imazhin e tij as me të skuadrës, punon me këtë skuadër, ka gjetur atë harmoninë e duhur me atë formacionin që e ka tipi 4-3-3 dhe ka marrë rezultate shumë të mira dhe unë mendoj që në këto takime që ne kemi parë deri aktualisht për mua dy kombëtare më kanë bindur për nga loja dhe jo vetëm. Franca dhe skuadra e Argjentinës. Dy skuadrat që luajnë për të se fitoj me Kroacinë, është Kroacia në gjykimin tim më e dobta e viteve të fundit, është një Gjermani, një Angli falni që edhe pse shënoi 4 gola pson, unë skuadrat që i kuotoj për të fituar trofeun ose të paktën ato që ka fituar gjithmonë trofeun janë skuadrat që janë kompakte në pravavi. Këtë ka bërë Franca, këtë ka bërë Argentina, sigurisht nuk e përjashtoj, sepse kjo Angli është shumë herë më i pjekur, një skuadër që u digjet nga sulmuesi më i mirë në botë aktualisht, si Harry Kane, lojtari që është shënuar më shumë, ka element pafund në repartin ofensiv si Marcus Rashford, pa harruar aty lojtarë si Madueke apo dhe Jude Bellingham, por mendoj që këto dy skuadrat e thash, skuadra e Francës dhe e Argentinës kanë diçka më shumë. Mbetet për të parë çfarë do të bëjë Brazili, mbetet për të parë çfarë do të bëjë Spanja, janë dy skuadra tjera që pritet jashtëzakonisht shumë, sikurse në këtë regjistër do të vendosja patjetër edhe skuadrën e Gjermanisë dhe Portugalisë në këtë fundit që thash mendoj nuk duhet të marrë rolin e ekspertit, por sa më shumë të distancohet nga fakti që Ronaldo nuk është më lider, aq më të lehtë ta ketë për të qenë sa më e fortë dhe kompetitive për çdo kundërshtar. E qartë. Alili, faleminderit shumë për analizën dhe për kohën tuaj, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit juve. Ju përshëndes dhe ditë të mbarë. Mirë, të nderuar shikues, ne shkojmë në këtë momente me mesazhin promocional.